Muzeu Kombëtar i Pavarësisë është një prej vendeve më të vizituara dhe më të rëndësishme përgjatë nëntorit, si ndër vendet që tregojnë, pasqyrojnë, një pjesë të rëndësishme të historisë së vendit tonë. Kozeta Alili, drejtuese e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, tregon se në kuadër të festave të 28 dhe 29 nëntorit, ky muze është angazhuar në përgatitjen e një sër aktivitetesh përgjatë nëntorit. Sipas Kozeta Alilit, aktivitete këto të cilat organizohen me bashkëpunimin ndërinstitucional, të cilat janë të shumëllojshme duke përfshirë çdo grup mosh. Aktivitetet të cilat fillojnë me angazhimin e nxënësve të shkollave deri tek shkrimtarët e qytetit të Vlorës. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, sipas Halilit, do të jetë pjesë edhe eventeve madhore për festat. Po vërtet, muzeu është ajo shtëpia e ngrohtë e cila i pret të gjithë bashkëdhetarët, gjithë shqiptarët, kudo që janë në të gjitha trevat e Shqipërisë dhe në të gjithë mbar botën. Kjo është më se e vërtet dhe për të krijuar dhe një atmosferë sa më të bukur, sa më gazmore, sa më festive, muzeu si çdo vit është ai që i bën edhe pak më madhështor për të mos lënë në mënjan edhe të gjithë pjesëtarët e tjerë, bashkia, qendra kulturore e fëmijëve dhe të gjithë organizatorë të tjerë. Janë të shumta. Ne së pari, do me thënë, këto janë një larmishmëri që fillojnë që nga nxënësit e shkollave, të cilët janë të pranishëm dhe nëpërmjet asaj projektit edukimi nëpërmjet kulturës, për të gjendur dhe për të qenë sa më afër tyre, me traditën, me kulturën, me atë pjesën e bukur të përjetësisë dhe të rrjedhojës së hershme të historisë së vendit tonë. Kemi takim me shkrimtarët, me klubin e shkrimtarëve të Petromarko dhe kemi klasat të shkollave nëntëvjeçare, të cilat janë të ftuara dhe janë të përgatitura në një projekt që do të prezantojnë poezi të këtyre shkrimtarëve, tregime të ndryshme dhe do të na sillin një atmosferë shumë të gëzueshme. Në vazhdimsi të tyre kemi piktorët e vegjël të qytetit, të cilët do të vinë që me panelin e tyre do të jenë në harmoni me këtu brenda muzeut, që do të përgatisin dhe do të ideojnë sipas kreativitetit dhe panelit të tyre. Gjithashtu jemi në vazhdimsi me shkollat dhe në bashkëpunim me qendrën arsimore, me drejtorin arsimore, do të japim nëntori i dytë, filmin e madhështor, nëntori i dytë. Në vazhdimsi pasaj kemi atë koncertin e madh festiv të përvitshëm që ne e bëjmë. Kjo është në bashkëpunim me bashkinë, me qendrën kulturore të fëmijëve, me teatrin Petromarko. Ky është një aktivitet të cilin ne me shumë dashuri duam ta bëjmë në oborin përreth muzeut dhe për t'i dhënë, siç e kemi bërë dhe çdo vit, një jehon shumë të madhe. Për arsye të reshjeve e kemi spostuar dhe do ta bëjmë në teatrin Petromarko. Drejtuesja e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë, Kozeta Alili, thotë se rreshjet e dhëndura të shiut që kanë prekur qytetin kanë ndikuar edhe në organizimin e këtyre aktiviteteve. Sipas Halilit, rreshjet kanë vështirësuar zhvillimin e aktiviteteve në territorin e muzeut, duke bërë që të gjendet një zgjidhje sa më përshtatshme të gjetjes së ambienteve për organizimin e tyre. Po patjetër na kanë penguar shumë pjesa e rreshjeve, sepse ne duam që çdo gjë të jetë, çdo aktivitet të jetë në oborin e muzeut dhe të prezantohet muzeu si epiqendër kryesore dhe të këtyre festave, por gjithsesi nuk mund t'i lëm pa i zhvilluar, por në bashkëpunim me të gjithë organizatorët e tjerë, ne po do t'i bëjmë edhe jemi pothuajse shumë pozitiv. Muzeu Kombëtar i Pavarësisë është shtëpia ku përgjatë nëntorit, por jo vetëm, mblidhen shqiptarë të trevave, emigrantët nga vende të ndryshme të botës, por edhe vizitorë të huaj, të cilët njihen me historinë tonë kombëtare. Brenda tij gjenden fakte të rëndësishme historike që tregojnë pjesën e artë të historisë sonë kombëtare.